Tani po I propozohet si zgjidhje një qeveri e pakicës për një periudhë kalimtare, pra tranzitore, për të trajtuar çështje shtetërore. Unitet tranzitor, tash po I thon, dhe natyrisht është I impunuar, pra jo me diskutim e dialog ndërpartijak, por me vendime të një partije politike. Jemi vonë. Partitë serioze do duhet të kishin menduar me kohë propozimin tonë. Përveç se jemi vonë, qeverit pakicës nuk mund të ketë më në Kosovë. Nga viti 1989, nga 23 dhjetori vitit 1989, në Kosovë vendos shumica. LDK e rikujton se në demokraci, pakica nuk mund vendos për shumicën, për popullin. Demokraci pakicës I thojnë opozit, jo qeveri. S'mund t'jesh qeveri pakicë. Ose je opozit, ose je qeveri shumicë. Në demokraci, pakica nuk e ndon buxhetin parën e shtetit. Nuk ka lënë ligje, nuk imponon politika dhe nuk mund ta bllokoj vullnetin qytetar të shprehur me votë lirë, madje as me zvarritjet pa kuptimta si ky mandatimi I dytë. Çdo qeveri legjitime duhet të përfaqësoj shumicën qytetare. Kur kjo shumicë nuk ekziston, kur s'ka shumicë, vendi duhet t'i kthehet sovranit, pra qytetarit, dhe ky është thelbi I demokracisë. Demokracia është shumë e thjeshtë. Ajo çfarë sot na propozohet, më shumë se demokracisë I ngjan monarkisë. Në monarki mandati trashëgohet nga babai te I biri, nga Albini te Glauku. Glauku Njufca me mandatar trashëguar, në rrethonat e tanishme politike, duke kuptuar sakt e qartë vullnetit qytetar, të votuesve të shkurtit, popullit Kosovës, qytetarëve të tij, sovranëve të kësaj republike, duhet të jetë I sinqert me veten. Më shumë dhe shumë më shumë se sa kryetari I tij. Dhe të konstatoj sa më parë aq më mirë se nuk ka shumicë për kryeministër. Nuk është fundi botës, po thuhet se s'kemi shumicë. Zvarritja e ditëve, e këtyre 15 ditëve, kur e din se s'ke shumicë, është fillimi I vetëdijshëm I krizave. Dhe kështu para përcaktimit dhe fatit tyre. Më pas bëhet vonë t'i trajtojmë ato. Sa më herët që Konjufca e vetvendosja e sekti I tyre e ndërpret konsumimin e ditëve, aq më shpejt zgjidhet kriza. Aq më shpejt vjen qeveria e re, aq më shpejt vjen buxheti I ri, aq më shpejt vjen legitimiteti qytetar në krye të shtetit të Republikës Kosovës. Sot zgjidhja vetme e mbetur janë fatkeqësisht zgjedhjet e reja. Çdo vonesë në këtë drejtim është thjesht taktik politike. Deputetët tanë janë të lirë dhe veprojnë si dojnë. Por me gjithë spekulimet e këtyre 8 muajve të fundit se ka deputet që shkojnë andej e këndej, më besoni as I kemi kërcënu, as I kemi frigu, kanë qenë jashtëzakonisht lirë të vendosin si deputet kashi votës që ata kanë. Të tillë dhe kanë qenë gjithherë. Është konstatimi të gjithëve se është logjik që pakica mund të vendosë për shumicën. Por kalkulimet për data specifike, këtë datë pa datë nuk kanë ndonjë ndikim. Nuk kanë fare ndonjë ndikim në rrjedhat zgjedhore. Veç mos harroni një gjë, dhe kjo është dalë partia e parë me mërgat në zgjedhjet e fundit lokale. Sado që duket e dhëmshme kundërshtarëve tonë, jemi dalë të parë, 30% e votës mërgatës e kemi marrë. Mos i harroni disa gjëra. Por a duhet të organizojmë zgjedhje natën e vitit të ri, këndej fest e këndej me rujt vota? A duhet të futemi në rujtjen e kutive tash natën e vitit të ri se kush I ruan ato kuti? Pra, nëse ka dakordim politik me gjitha partitë politike, që po shkojmë zgjedhje, meqense po shkojmë zgjedhje apo na u dashka më shmang një skenar I bukur tërt. Sa skenar nuk është I garantuar, le të shpresojmë që ka qeveri me njëherë, që ka shumicë me njëherë, që nuk vanohemi herën tjetër, mund konsiderojmë zgjidhje për zgjatim të buxhetit vitit kaluar. Pra mund konsiderojmë, ja kanë shpreh këtë gatishmëri, dhe jam në kontakt dhe me parti tjera politike në Kosovë,